Mungesa e investimeve ka bërë që mbi 100 familje të përballen me problematika të shumta në rrugën Theodor Haxhi Filipi në fshatin e Hajdaranit. Edhe pse nga pushteti vendor u premtua që zona do t'i nënshtrojë një investimi, sërish banorët shprehen se deri më tani, përveç premtimeve elektorale, nuk është kryer asnjë punë. Për problemin ti kemi pasur, se rruga mu shplotu, po hynë nëpër shtëpijet. Nëpër shtëpijet. Çfarë do bëjë? Kështu do kalojmë, në vështirësi. Ka ardhur njëri tjetër? Asnjë s'ka ardhur. Gjërdashi s'ka ardhur asnjë. Nëse ne këtu jemi të mbytur, kanalizime s'kemi, rrugë s'kemi, jemi 110 shtëpi. Ne edhe në premtuar ka ajo që bën votat e para 5 vjeç, matën të kanalet ujtat e zeza dhe i lanë. Gjatë ditëve me rreshje shiu, mungesa e kanalizimeve bën që bodrumet e banesave apo oborret të përmbyten. Shumë e vështirë rruga. Nuk kalohet dot, vetëm se domos se gjithë të gropa, gjithë ky shi që bie, s'kalohet fare. Bëjmë 20 vit këtu, 500 metrë larg në qytet e rrugë, katastrofë. A ki pa rrugë përpara atje përpara, filmuat rrugës që është, ata më si mesijet, si në Nigeri. Po ç'është bëjmë ja kurbet, vjen kurbet i. Jemi kurbet gjithë në si. Gjithë kurbet, në ban nuk rrim do. Ç'do të bësh? Kret gjitha ne kemi shkuar. Shkoj vetëm pleq për rrim do. S'ka rini më, ka një. Ka një gjithë kret. Rruga kryesore, siç shihet edhe nga pamjet, bëhet e pakalueshme pasi është tërësisht e amortizuar. Për këtë arsye, por edhe shkaqe ekonomike, banorët po largohen nga fshati.